Me këtë veprim, unë mendoj se i është mbyllur rruga ripërtëritjes LDK-s, që është gjë shumë e rëndë për demokracinë në Kosovë, dhe sepse në fakt nuk kemi një reflektim ose një transformim që do duhet ndodhe pas një dështimi kaq të madh. Tani për sa i përket idees që merr votet e strukturës, po s'ke marr votet e Kosovës. Tani kjo është shumë evidente, domethënë votën e Kosovës e merr Albini. Jo, dakor, po struktura e merr Lumini. Po pra, strukturat ai ka emëruar. Ai ka organizuar. Pra kjo tregon pak një lloj gracke, procedurale, menaxheriale të humbjes dhe menaxhimit të dështimit që nuk ka vlera demokratike dhe nuk i hap rrugën proceseve të brendshme të krahasitjes, të ripërtëritjes, të rigjenerimit, të fluseve të reja, po e mban të bllokuar. Pra faktikisht e ka menaxhuar humbjen, e ka mbyllur derën për reflektim. Edhe kaq s'mund të them më tepër për një parti tjetër, por ai nuk ka marrë ndërhaqje morale. Nuk ka asgjë morale këtu, se ndërheqja është akt i fisnik personal. Nuk është ja dorëheqën unë, po ju hajde më votoni prapë. Jo, nuk është, akti është pa ekuvok. E pa kthyeshme, jep dorëheqjen siç e ka bërë kryetari i PDK-s. Pra, kjo ka shumë rëndësi. Pajtojmë ose pajtojmë ne. Ky është këndvështrimi. Mos ta kalojmë, mos ta përzim me Bedrin. Po do të stash traditë si kryetari se Bedriu hala s'ka dhënë. Jo, Bedriu dha dorëheqje nga dorëheqja ai ka dhënë me emri, dorëheqje për rezultatin e zgjedhjeve lokale dhe ai s'po të pritet më. Më bëhet çefi që ke këtë ndjeshmëri edhe për hallet e brendshme të PDK-s. Jo, unë kam, po se fshe. Ti ishe gati duke linçuar ata që kishin dalë kundër Lumirit. Ti do të vishin në rreshte. S'ka ku i gjepi tyre në ata, mos me ngrit kryetarit tyre. Ata, ju ti the kështu. Jo, pa ishe akt tiranik, të subitë në këmbë, ata respektu. Edhe përderisa humbur për jashta, s'ka më vend aty. Po çfarë atë? Po ti kishe gjuhë tirane, gjuhë leniniste. Kush është kundër dalë nga partia, se partia s'ka vend për pluralizëm. Partia s'ka universitet, sipas teje. Ne ka çuku ka dy shbiu a guxoni me fol për dështimin e Bedriut, sa guxoni. Që tani, unë po të vitë atë temë, me gjithë qef vjetë të qëdoj për ta. Sot e në qef për të përta. Se në nesë të qëdoj për të qef lasë. Po ti mos në folë tani parulla marxist-leniniste tu. Kush nuk mrijet në kemë kryetarit dhe e voton kundër, nuk ka dhe në parti. Ti do të gjithë në reshtë atje, si të shoku Tito, si marshalli, në reshtë me gëlltica të kryetarit. A jenë të rezi. Në 2026, mos me pranu diversitetin, konkurencën, janë grupe të cilat grup armiqë të brendshëm nga grupet më të ti vendosim në turr të zjarr në pushkatim hajde çem në spaz në Goljotok në Goljotok ti çoj Goljotok këta armiqë të brendshëm se me armiqë të brendshëm ma ishte jashtë morë punëve me armiqë të brendshëm tani ki probleme ata ti çojnë ti persekutojnë ato po thua ti ti të s'kan vend partitë ti njerëzit më kontribuosin edhe kes pas kanë partisë se mendojnë ndryshe po çfarë është mentaliteti leninist kjo është mentaliteti i shekut kaluar Partia për demokratë. Ja, dashni me bëni një replik. Se nuk të përgjigja pyetjes. Po. Apo do me fal. Hajde se kena me fol gati. Ço ta bëni një replik. Te çështja e dorëheqjes në parim ke të drejtë. Po kjo gjëra është pak më thellë. Zotni Abdixhiku ka dhënë dorëheqje, në strukturat e partisë ka dhënë dorëheqje, kanë qenë pikërisht eksponentët e këtij grupi në një farforme që e kanë frenu atë gjend materializimit më njëhershëm. Por, në mes alternativës që Abdixhiku të shkojnë në shtëpi dhe të instalohet një njeri direkt i Isa Mustafës, Abdixhiku ka marrë vendimin e duhur që të testohem në kuvend. Ajo çfarë tash elementi moral futet është nëse ky zotëria pretendon që unë u rikonfirmova dhe po rri. Ku një shtati Isa Mustafës, po më reja, keni në diçka që për një me ka përnu. Isa Mustafa, jam dërështorën e ditë vetë. Isa Mustafa ka majt pa numër takime, i ka thirë njerëzit, i ka bo me strukturë
struktura, edhe ka qenë plani që të instalohet një koordinator, të instalohet një koordinator partije të dielën, Unë është me nga tregu me thënë është ta ku e ta ku. Dëgjoj tash na nuk do bëjmë nuk do ta lëmë rolin e shikut tash të me kanë ta ku me kanë është bë. Se je dol në rregull, dëgjoj tash nuk do ta bëjmë këtu në rolin e shikut, e ka ta po i ka ta ku. Le të thotë që si kanë taku. Po janë fakte. Strukturat i dinë ato. O, je këtu Bëjmë një deklaratë të Ganigecit. Je këtu bën shurdhusin. Gania ka të drejtë të ditën e lumë. Po këtu me fjalë teori konspiracioni. Dëgjoj tash. Dëgjoj, i do një shpak. Ka të drejtë. Që Ganigeci do të dështimi i projektit të Samosata. Ojlir, ti e gazetari investigativ, ti merë. Unë po thëmë që është taku, është ka tentu me instalu njerës të vetë. Ka tentu me fundosë në njerë, dhe ka si e ka fundosë 2015, edhe pik. Edhe nuk bëhet patërice për të kësë, unë krya e punë, se ti të jetë e cako. Unë të bërë tasë, kuptove, se ti fyve, ti fyte, ta si jetë e cako. Cako për ty o profesor, cako për ty është akademik. Ti me mu ashtu s'mush me folë. Ti me mu nuk mush me folë ashtu. Nëse ki respekt, flasim, s'ki respekt, lejat më Pyetja i lirit qendron. Zotëria ka taku njerë, ka dosh me instalu, sepse ky zotëria Ganio ka plotësisht të drejtë. Absolutisht, Ganigeci ka të drejtë. Absolutisht, Ganigeci ka të drejtë. Pastaj, për dallim prej teje, dhe ti e din, që unë jam LDK-is në formim, jam Rogovis, kur ti ke bërë gjithë shka kundër asaj partije, unë di shka flasë për LDK. Absolutisht. Ta është të bëdha të zotëri, për ti mund është me folë për PDK. Unë e s'di shka folë PDK. Për LDK, të tregoj. Absolutisht. Kjo është në nivel kjo gjështë. Albatros, pyetja është shumë legjitime e Ilirit. Çka dim, pra, nuk po besoj që e boni me djallëzik. Se ba zhurdusin. Hajde ta zbërthej kështu. Cili ka qenë roli Samosata? Për një arsye, më fal. Për një arsye, Samosata ka pas një status para kuvendit. Në cilin, pra, me një diçka, kalon më kuptu që është kundër abdigjikut. Pra me ato që duhet ketë përgjegjësi për humbjen. Por, pastaj nuk e kemi po as kund shfaqet i Samostafa, as njerëzit e vetë. S'ka nevojë sa më shfaq. Okej, ani jep na diçka. Nëse mundesh, aktualisht e kemi deklaratën e Ganigecit. Plani i Samostafës ka qenë që të instalohet Lutvi Aziri si koordinator i partisë. Ju ka dalë pak për luta nga Reshi, sepse luta me gjithë metat që ju ka zbej guximi e të tjera, në momente kritike, din me marrë vendimet dhe drejta. Nuk e kanë kalkulu për krajen që presidentja Vjosa Osmani, e cila akoma ka autoritet Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka me ushtru në përkrajë zotënia Abdigjikut, sepse problemi... Vjosa Osmani është përzin? Jo, nuk është përzi, po ka autoritet, edhe që, do më thonë, ka autoritet ajo në struktura, është për shembull grupi Xhafer Tahirit, janë shumë të tjerë të cilët, ka nisë një gjë, është nisë për një fakti. Zotni Abdullah Hoti ka dalë, disa ditë para kuvendit, ka thonë, unë nuk bëj koalicion me vetëvendosje në asnjë formë, edhe unë nuk kam votë për Vjosa Osmanin. Edhe gjithë ata që janë përkras të Vjosa Osmanit dhe nuk janë pak, absolutisht, ata ma automatizëm kanë thonë, s'kemi vot për Abdullah Hotin, s'kemi vot për opcionin që e bjen Abdullah Hotin në kryet partisë. Edhe tash, përballë një zgjedhje të tillë, zotni Abdigjiku e ka bërë në mendimin tim gjën e drejtë. Mendimet e tua? Jo, në ka bërë gjën e drejtë. Jo, në konkrete tha Ilir. Konkrete tha. Pra, luta ka bërë dallimin në fund dhe që Vjosa Osmani ka pas rol në bindjen e disa delegatë. Jo, Xhafer Tahiri. Ka thënë telefon. Jo. Xhafer Tahiri. Në momentin që presidentës, se kjo ajo është apartioke. Ti shkokliti gjë, se ti të më thonë, ti thu për shembull që po na prishin me Amerikën njëri më pro-amerikan në Kosovë, Vjosa Osmani, ta zëvudhë. Ti ke probleme me Vjosa Osmani. Mos i bën qof presidentës si apartioke. Ti e të tentu me kriju një situatë të tillë. Për krahasit e Vjosës, për ballë deklaratës Abdullah Hotit, për ballë deklaratës që Xhafer Tahiri
është ka miqësi personale me Vjosa Osmanin, këto e dinë secili. Kanë qenë shok studimesh, kanë respekt, edhe një njeri fakti ditën është. Ka qenë koleg, edhe përballë deklaratit që ne s'kemi vot për Vjosa Osmanin, çka kanë më bëmarr ata njerëz? Tash kam ju thonë Vjosa voton Abdullahin. Mos kësaj që më thotë Albatrusi, edhe në një mënyrë Ganigeci e thotë çto, domethënë dështimi i projektit të Isa Mustafës në LDK pas kuvendit të fundlidhjes demokratike u rrëzua përfundimisht një nga narracionet më të përhapura në 5 vitet e fundit se Abdigjiku është njeri i Isa Mustafës. Ky pretendim i ushqyer dhe i ricikluar nga qarqe të caktuara politike e mediatike sot po del qartë se ishte propagandë stilit shikist, një konstrukt artificial i ndërtuar për të dobësuar LDK-n dhe për ta shtyrë atë drejt margjinave politike. Është e lehtë për të kuptuar se cilët gazetarë dhe cilat media i japin zjarr forcimit të njerëzve të Isa Mustafës, kjo tashmë kuptohet qartë nga të gjithë. Etj. Pra, a patë edhe një status vllave i Ganit nuk diçka për Lumirin. Nuk cili? Këta që janë gjallë deputet në VV që i ka. Po, Amogani është pjesë e LDK-s. Në stadion është edhe delegat i LDK-s. Jo, tash ky është një pretendim i lirë. Pra mundet më të